përmbushje profesionale nëse gjatë kretë viteve të karierës nuk e provon edhe ato klinike, sepse në fakt është ajo ojka e rolit të infermierisë. Është e vërtet. Pjesa klinike ka vendin e vetë edhe është vendin më i rëndësishëm, më i vlerësueshëm që bëhet. Pjesa akademike është ajo pjesa që çdo profesionist e bën sipas perdeve. Na nuk jemi në frontin e parë me pacientin si pjesë akademike. Po jemi ato që i krijojmë infermierët e mirëfillt për me mujt mu ballafaqu me sfidat që i dalin para pacientit. Jemi ato që nëse e realizojmë një hulumtim shkencor, sepse çdo temë, qoftë nivelit master, qoftë nivelit bachelor, janë tema shkencore që i shohin ku janë hapësirat brenda sistemit shëndetësor, edhe çka mundemi me ofru rekomandime mi përmirësu ato hapësira. Përveç saj çdo program që e sjellim është diçka që e lehtëson punën e atyre që janë vit parë fronit me pacientin. Nuk është që njihemi shumë brenda sistemit shëndetësor se e kom bërë një hulumtim edhe kom me jap rekomandimet. A është përmbushje? Përmbushja me faktin nëse e lehtësoj një proces caktuar brenda sistemit shëndetësor. E që si kolegj besoj që kemi lehtësuar në ekstrem shumë procese tu fillu për profileve që i kemi ofruar për studim postdiplomik. Si menaxhimi shëndetësor, si shëndetësia digjitale, si praktikat e avancuara infermierore, besoj që shumë i shërbejnë institucioneve shëndetësore edhe e lehtësojnë punën e infermierit.